Turgjia e orëve. Qoftë luftuar Jesu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e premte dhe jemi në kohën e Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e dytë e Psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdi atit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari agimi i dritës, qielli nga lavdet jehon, bota prej shendit kalton, feri ulërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti, i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhi tartarin, të mjerve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur, reptësisht ruhet nga ushtari, nga dhënjues me zulm fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua ferri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse unë gjallë Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjëlli. Për herë të rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoftë lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Guxim o birë, mëkatet e tua të janë falur. Aleluja. Psalmi 51. Ki mëshirë për mua, o Zot. Përtrihuni në shpirtin e mendjes tuaj dhe vishuni me njeriu në ri. Krahaso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli 4. Ki mëshirë për mua, o hy, sipas mëshirës sate. Pash mirësinë tënde, shlye mëkatin tim. Më laj krejtësisht prej mëkatit tim e më pastro prej fajet tim, sepse e pranoj pa udhësinë time, mëkatin tim për herë kam parasysh. Ty vetëm ty të kam rënë në faj, dhe kam bërë që keq para teje, prandaj je i drejtë sa do të më ndëshkosh, dhe i paanshëm në dënimin tënd. Ja, mëkatarun leva, madje në mëkate nëna ime më ngjizi, por ti që e do qiltrinë e zemrës, mi mëso thellësitë e dijes së shpirtit. Mos tërpik me hisop e do të bëhem i pastër, më laj e do të bëhem më i bardhë se bora. Bëj të ndjej zërin e haresit të gëzimit, dhe do të gësohen eshtrat e thërmuara. Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, e resiti të gjitha fajet e mia. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, për të ri në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë. Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd, dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do t'ua mësoj mëkatarve udhën e shëlbimit, e fajtorët do të kthehen tek ti. Ma fal gjakun e derdhur, o hy, hyji i shëlbimit tim, dhe gjuha ime do ta shpall shetrin tënde. Zhdrivilloj o Zot buzët e mia, dhe goja ime do ta shpall lavdin tënde, sepse ti nuk kënaqesh në fli, e nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s'të pëlqejnë. Flia e vërtet për hyin, shpirti i penduar. Ti, o hy, nuk e përbuz zemrën e penduar të thërmuar. Pash mirësinë tënde, o Zot, bëj mirë Sionit, dreqi përsëri muret e Jeruzalemit. Atëherë do t'i pranosh flitë e drejtësisë,
flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet. Atëherë do të mund të kushtohen më zetër mbi lterin tënd. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Guxim o birë, mëkatet e tua të janë falur. Aleluja. Antifona e dytë. Ty o hyj ishe për krah Krishtit tënd për të shpëtuar popullin tënd. Aleluja. Kënga marrë nga libri Habakukut, kapitulli 3. Hyj shfaqet për gjyq. Do ta shohin birin e njeriut duke ardhur mbi re, me fuqi të madhe e me madhëri. Qojeni kryet lart dhe dijeni se është afër çlirimi juaj. Lexojmë tek Luka Ungjilltar, kapitulli 21. Dëgjova o Zot ç'thuhet për ty. Të merë o Zot mështjen vepra jote. Përsëritën në ditët tona. Në ditët tona qite në pah. Kur të zëmërohesh, Mos harro i mëshirshëm të jesh. prej temani do të vi hyi. Shenjti prej malit paran. Madhëria e tij e mbulon qiellin. Plot është toka me lavdinë e tij. Shkëlqimi i tij është por si drita, qesin rreze duart e tija. Aty fshihet fuqia e tij. Dole popullin tënd të shpëtosh. Ta shpëtosh të shuguruarin tënd. Kuajve të tu në përdet u hape udhën. Në përbalt të ujrave të mëdha. Dëgjova e mu dridh zemra. Në atë zë mu dridhen buzët. Kalbësira në ishtra më përshkohet. Për nën mua më dridhen këmbët. Do të pushoj kur dita e zezë. Të vi popullit që më pushton. Fiku më nuk do të lulsoj, fryt në hardim nuk do të ketë. Nuk do të jap fruta ulliri. Nuk do të japin ushqim arat, zbrazët do të mbes vatha pa dhen. Në katua gjedhi nuk do të pëllas. Kurse unë do të gëzoj në të nzon. Do të gëzoj në hyjen shërbuesin tim. Zoti hyj është forca ime, do të mi bëj këmbët si të kaprollit. E do të më qoj në malet e larta. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti o hyj ishe për herë për krah krah Krishtit tënd, për ta shpëtuar popullin tënd. Aleluja. Antifona e tretë. Qyteti i hyjit lavdëroi Zotin tënd, atë që të jep paqen. Aleluja. Psalmi 147. Jeruzalemi i përtrir. Eja do ta tregoj të fejuaren, nusën e qengjit. Lexojmë tek Spulesa 21:9. Lavdëroje Jeruzalem Zotin, madhëroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoj shullat e dyrëve të tua, i bekoj bit e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen. Ai të ushqen me palcën e grurit. Ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh prymën por si hi, e lëshon breshërin por si kafshat. Kush mund të qëndroj para të ftohtit të tij? E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen. Çon erën e vet e ujrat rrjedhin. Ai i azbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qyteti i hyjit lavdëroje Zotin tënd, atë që të jep paqen. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga Veprat e Apostujve kapitulli 13. Hyi e ngjall Jezusin prej së vdekurish dhe kur më nuk do të kalbet. Ka thënë me këtë fjalë: Juve do t'ju aplotësoj premtimet e sigurta dhënë Davidit. Për këtë arsye edhe thot në një vend tjetër: Ti s'do ta lësh shejtin tënd të kalbet. Përgjigja e shkurtër. U ringjall e braktisi varrin. Aleluja, aleluja. U ringjall e braktisi varrin. Aleluja, aleluja. Zoti kryqëzuar për ne.
Aleluja, aleluja. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Uri ngjall e braktisi varrin. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Të shikojmë në Krishtin që pësoi vdekjen, ta shukrorësua me lavdi dhe me nder. Aleluja. Kënga i Zakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli 1. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyi i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. sikur se premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë. se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, Dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit tatit ton, Se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. të çliruar nga duart e armikut, Në shejtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët. për ta vënë në dieni popullin e tij, Se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija. në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, Që do të na e dërgoj në pasi prej qielli diellin. për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të shikojmë në Krishtin që pësoi vdekjen, ta shukurorëzua me lavdi dhe me nder. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Në Krishtin e ngjallur të gjithë njerëzve u shndriti shpresa e jetës së re. Atij t'ja lartësojmë lutjen tonë. O atë, na jep lavdinë e birit tënd. O hy, shenjtë besnik, që manifeston mëshirën tënde për të gjitha breznit. Për të ri në kohën tonë mrekullitë e pashkëve. O atë, na jep lavdinë e birit tënd. Pastroj zemrat tona me dritën e së vërtetës sate. Na drejton në rrugën e drejtësisë dhe të dashurisë. O atë, na jep lavdinë e birit tënd. Bëj që të shndrit mbi ne fytyra jote. Na liron nga e keqja dhe na mbush me të mirat e shtëpisë sate. O atë, na jep lavdinë e birit tënd. Ti që ju dhe apostujve të tu paqen tënde. Bëj që ajo të mbretroj mbi mbar botën. O atë, na jep lavdinë e birit tënd. Aty në që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyti na përtrin për jetën e pasosur me ngjalljen e Krishtit. Drejtoj zemrat tona drejt shëlbuesit ton që rri në të djathtën tënde. Kështu që kur të vi përsëri me lavdi, të gjithë ne të rilindur me anë të pagëzimit, të veshemi me petkun e pavdeksisë së lume, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju njoftojmë se nga dita e sotme fillon nëndiqi i Shpirtit Shenjtë. Katekesën do ta mbajton Shtjefën Dodës çdo ditë në ora 16. Kudo qofshi, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.